Në pjesën e përparme të objektit të komunës së Mitrovicës së Jugut janë të vendosura së paku 3 kamera sigurie, por ato nuk e kryen shërbimin për të cilin janë montuar. Prej më shumë se 3 vjetësh ato janë jashtë funksioni, edhe pse çdo ditë dhjetra qytetar u drejtohen zyrave të këtij institucioni për shërbime të ndryshme. Një qytetare në kushte anonimiteti ka treguar se para disa jave i është vjedhur çanta e dorës këtu para hapësirave të objektit të komunës së Mitrovicës. Siç ka mësuar koha, policia nuk ka arritur të ketë qasje në kamerat e sigurisë si pasojë e mos funksionimit të tyre. E për sigurime të madhe, kamerat funksionale janë të domosdoshme, thot një qytetar. Natyrisht, edhe në perëndim është siguria me kamerë, me ftyrë e kenëm, të shëtën që e pranon, kjo është siguri. Po në qofse nuk, kamera nuk, si thëjnë këta, nuk e keq përdorin ka ona private, aja kishte me qenë e mirë për sigurinë tonë. Në komunën e Mitrovicës nuk treguan arsyen pse kamerat nuk funksionojnë. Drejtori i administratës Gëzim Stavilici tha se në këtë gjendje ishin 3 vjet më parë kur nisi mandati mbushteti i ri lokal dhe theksoi se kamerat do të ndërrohen si vjet. Jam drejtor për vitit 2021. Në 2021 nuk kanë funksionuar. Kemi marrë hapa deri më tash, por nuk kemi pasur mundësi t'i konkretizojmë për shkak të buxhetit që na është marrë prej përmbaruesve. Këtë vit i kemi mjetet, do t'i dorëzojmë procedurat edhe do të vazhdojmë t'i funksionalizojmë. E njohësi sigurisë Arben Dashevci vlerëson se vënia në funksion e kamerave do të duhej të ishte prioritet i komunës. Ne po jetojmë në kohën e teknologjisë dhe në atë aspektin kriminalistik. Një fotografi ose video vlen sa 2000 fjalë. Ky aspekti teknik më do mos se do duhet të shpejtonte. Më do mos se duhet zgjidhen edhe procedurat shpejta, sepse këtu po flasim për aspektin e sigurisë njerëzore, pra private, aspektin e sigurisë familjare, por edhe aspektin e sigurisë publike. Policia nuk është përgjigjur pyetjeve të kohës se në sa raste penale hetimet janë vështirësuar për shkak të mos funksionimit të kamerave të sigurisë. Në objektin e komunës së Mitrovicës janë të vendosura 10 kamera që menaxhohen nga autoritetet lokale, ndërsa ato të vendosura në qytet menaxhohen nga policia.